Greqia është paralizuar për një greve të përgjithshme mbarkombëtare 24 orëshe që kanë thirrur kooperaten e përgjithshme të sektorit privat ndaj administratës shtetërore. Kërkesat kryesore të sindikatave janë kundër shtrenjtësisë, inflacionit, krizës së strehimit, duke kërkuar ndër të tjera rritjen e pagave, rikthimin e pagës së 13 dhe 14 dhe të kontratës kolektive të punës. Në Athinë, Selanik dhe qytete të mëdha të vendit fillojnë pas një mitingu të marshimit të protestave. Në veçanti, sindikata e sektorit privat, që ka bërë thirrje masive për pjesëmarrje në grev, pretendon se paga minimale nuk duhet të përcaktohet me vendim të qeverisë, por me marrëveshje kolektive të liria. Kërkon gjithashtu marrëveshje kolektive të punës dhe politika energjetike për të luftuar shtrenjtërimin dhe krizën e strehimit. Ndërsa në kërkesat kryesore të Federatës së Administratës Shtetërore, përveç krizës së çmimeve dhe shtrenjtësisë së qirave dhe banesave, theksohet se është tashmë mos e nevojshme rritja reale e pagave në sektorin publik dhe se qeveria duhet të rikthejë pagën e 13 dhe 14. Në deklaratën për shtyp, sindikatat kërkojnë masa shëndetësore dhe sigurinë në punë, regjistrimin dhe publikimin e të dhënave për aksidentet në punë dhe sëmundjet profesionale, masa ndaj ngacmimeve dhe dhunës seksuale në punë, sistem të së drejtës së taksave dhe lehtësime për punonjësit dhe pensionistët. Në greven e sotme marrin pjesë dhe punonjësit e transportit publik. Anije do të qëndrojnë të ankorduara në port. Janë anulluar pothuajse të gjitha fluturimet nga aeroportet e vendit për shkak të grevës së kontrollorëve të trafikut ajror, përveç atyre të nevojave të jashtëzakonshme. Gjithashtu, në grevë përveç mësuesve dhe pedagogëve, marrin pjesë dhe studentë, duke protestuar ndër të tjera për nivelin e arsimit, pasigurinë e tarifave të shkollave dhe duke shprehur kundërshtimin e tyre ndaj universiteteve private. Padyshim që në qendër të mitingjeve të sotme është dhe kërkesa për drejtësi sa i përket aksidentit të trenave në luginën e Tempit 2 vjet më parë.